Burim Mbiftari është drejtuesi i klubit FC Albion në Shkup të Maqedonisë së Veriut, që merr pjesë për herë të parë në torneun e Shkodrës Summer Cup 2026, që drejtohet nga Shkodra Sport Event me drejtuese Jetmir Podgorica. I kënaqur me këtë pjesëmarrje të parë? Unë personalisht jam hera e parë në Shkodër. Ne si klub vjet ishim me një gjenerat e përfaqësuam klubin ton dhe për arsye se kemi kalu vjet tepër bukur, vendosëm që këtë vit ta përfaqësojmë klubin me 3 gjenerate. Jemi tepër të kënaqur, falenderoj zotin Jetmir Podgorica për ftesën dhe falenderoj gjithë stafin për këtë organizim tepër madhështor, i kënaqur tepër. Rezultatet e skuadrave tuaja, cila ishte më e mira ndërto? Edhe pse gjithë janë të mirë, për mua janë më të mirë, por me gjeneratën U13 dolëm kampion dhe arritëm deri te vendi i parë. Kanë skuadra tuaja elemente perspektive se garantojnë për të luajtur në nivelet e larta në vazhdimsi? Ne si trajner mendojmë që po. Me punën që e bëjmë, mendojmë që në të ardhmen do të dalin futbollistë prej klubit tonë. A do të vijojë bashkëpunimi në vitet e ardhshme me Shkodra Sport Event? Patjetër që po. Tepër të kënaqur. Kam edhe kolegun këtu, Edon Reçin, i cili është trajner më i ri, por me përvojë të vogël. Tash ka fillu. Edhe ky është me gjeneratat U9, mirët me të vegjelit. Dhe t'ja japim fjallën pak Edonit, mundësisht. Ka filloj. Gjithashtu edhe ne jemi të kënaqur me këtë turnir. Ka qenë çdo se në rregull. Faleminderit Jetmirit, faleminderit organizatorëve. Unë kam udhëheq gjeneratat U9 dhe U11B dhe jemi të kënaqur maksimalisht me këtë që e keni bë me këtë manifestim me këtë. Faleminderit, suksese. Faleminderit shumë.